Po shkon drejt përçarjes koalicioni mes Partisë Demokratike dhe asaj Republikane në Shkodër. Shenjat e para u dhanë me abstenimin në Këshillin Bashkiak të paketës fiskale, pasi këshilltarët republikanë vlerësojnë se pas 7 muajsh qeverisi lokale asnjë pikë e marrëveshjes parazgjedhore nuk është zbatuar. Me keqardhje e konstatojmë këtë sepse pas kaq muajve korrektese nga ana e Partisë Republikane gjejmë pa korrektese në bashkëpunim të Partisë Demokratike. Kur themi Partisë Demokratike, nuk kemi parasysh vetëm partinë, po kemi parasysh edhe kryetarin e bashkisë, është ekzekutivi, është shumë interesant dhe pikë kyçe për bashkëpunimin. Sipas kryetarit të Partisë Republikane të Shkodrës, Nami Kamberi, kjo moskorrektësi e demokratëve, por edhe e kryebashkiakes Ademi, lidhet me postet që duhet i besoheshin republikanëve në pushtetin vendor. Ne do kishim kryetarin e Këshillit ose sekretarin e Këshillit, jo ma pak se një administrator të njësive vendore dhe 1% prej 9% në të gjitha drejtorit apo edhe punësimet në Bashkinë e Shkodrës. Më herët edhe nënkryetari i Partisë Republikane të Shqipërisë Agron Dukaj ka kërkuar Selis Blu respektim të marrëveshjes dhe sjellje me seriozitet ndaj aleatëve.